Vjellja, kokëdhimbja e temperatura janë disa nga simptomat. Me to në javët e fundit u paraqitën 10 pacient në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Të prekur nga ky virus, doktoresha Endrita Tori tha se kanë vrejtur numër të shtuar të pacientëve. Jemi në periudhën e verës, periudhë kjo e cila e shton numrin e rasteve me vjellje, barkëqitje, të cilat ne në mjekësi quajmë si gastroenterite akute. Normalisht në këtë periudhë pak është vrejt një rritje konsiderueshme e rasteve me këto simptoma. Arifi Tutje bëri të ditur se cilat mosha po prekën nga ky infekcion. Të gjitha moshat janë të prekura faktikisht, simptomat të cilat shfaqen janë zakonisht vjellja, barkëqitja, temperatura, në disa raste dhimbje barku, lodhje, plagështi. Ne fokusin kryesor ose ajo që ka na shqetëson më shumë është kur këto simptoma shfaqen tek fëmijët të moshuarit ose personat me sëmundje kronike. Është shumë e rëndësishme që këto raste mos vinë deri tek dehidrimi. Ajo ka edhe disa rekomandime. Të duarve të shpesht, pastaj gatimet e ushqimit të jenë të sigurta, ruajtja e atij ushqimit në temperaturat e duhuna. E nga klinika infektive nuk thyen përgjigje gjatë ditës nëse ka pacient që po trajtohen nga ky virus.